Dielli I vitit 1978 kishte një ngjyrë të veçantë mbi kodrën e Vjosës. Ajo ngjyrë e artë që shfaqet vetëm në muajt e verës së hershme, kur toka është ende e njom nga shirat e majit dhe era mbart erën e barit të sapokositur. Në atë fshat të vogël pranë Përmetit, ku shtëpit me çati tjegulla kuqe dukeshan si të mbjella rastësisht përgjatë shpatit të kodrës, jeta rrjedhte me ritmin e ngadalt të stinëve. Luana kishte sapo mbushur 20 vjeç. Ishte vajzë e Haxhikollës, njeriut më të respektuar në fshat, pronari mullirit të ujit që gjendej buzlumit. Flokët e saj të zinj binin në valë të lehta mbi supet dhe syt kafe kishin atë shkëlqim të veçantë që vetëm të rinjtë e pashoqe mund ta kenë. Ajo ishte mësuar të ecte me kokën lart, sepse e dinte se ishte e shikuar, e komentuar, e dëshiruar nga të gjithë djemtë e fshatit dhe fshatrave përreth. Por zemra e Luanës nuk I përkiste asnjërit prej tyre. Ato pas dite vere, ndërsa dielli po zbriste drejt majave të Trebeninës, Luana kishte dalë të merrte ujë nga burimi I fshatit. Shtegu që çonte te burimi kalonte nëpër një pyll lajthi të dendur, ku hija ishte aq e trash sa ajri vet dukej më I freskët. Ajo mbante një shtamp bakri në dorë dhe kënga që këndonte zhdukej në zhurmën e butë të ujit që rrëshqiste midis guralecëve. Luana! Zëri erdhi nga pas një gështenje të vjetër. Ajo e njohu menjëherë. Zemra I filloi të rrahë më shpejt, por fytyrën e mbajti të qetë, gati indiferente. Besnik, tha ajo pa u kthyer plotësisht. Çfarë bën këtu? Nuk duhet të jesh te puna? Besnik doli nga hija. Ishte 22 vjeç, I lartë dhe I holl, me flok kafe që I binin mbi ball. Veshja e tij ishte e thjeshtë, pantallona pripëlhure të qerrur dhe këmishë bardhë me mëngët e palosura. Por në sytë e tij, ato sy të zinj dhe të thellë, kishte një ngrohtësi që e bënte Luanën të ndihej sikur po shkrihej. Po, duhet, tha ai duke u afruar, por nuk mund të qëndroj larg teje një ditë të tërë. Besnik, ne folëm për këtë, I tha ajo duke ulur zërin, megjithse askush nuk ishte aty për t'i dëgjuar. Njerëzit flasin. Babai im do të mësoj. Le të mësoj, tha Besnik me guxim që vinte nga dëshpërimi. Nuk më bren çfarë thot ai, as çfarë thot gjithë fshati. Unë të dua ty, Luana, dhe e di që edhe ti më do. Luana shikoi përreth me shqetësim. Burimi gurgullonte pranë tyre dhe pemët e lajthi shkundeshin lehtë në erë. Ajo donte të thoshte diçka, të ndalte atë që ishte duke ndodhur, por nuk mundi. Sepse ai kishte të drejtë. Ajo e donte me gjithë shpirt, me një dashuri që e tremte dhe e bënte të ndihej e gjallë në të njëjtën kohë. Besnik, ti e di që është e pamundur, tha ajo me zë të dridhur. Familja jote dhe familja ime. Ka gjak midis tyre nga koha e gjyshërve tan. Babai im kur nuk do të më lejoj të martohem me ty. Atëherë do t'ikim, tha Besnik duke I kapur dorën. Do t'ikim nga ky fshat, nga ky vend. Do të shkojmë diku ku askush nuk na njeh, ku mund të fillojmë një jetë të re. Luana e ndiu ngroftësinë e dorës së tij dhe për një moment lejoi veten të ëndërronte. Të iknin bashk, të ndërtonin një jetë larg syve gjykues të fshatit, larg traditave të vjetra që I shtypnin si një gur I rënd mbi kraharorët. Por pastaj mendoi për babain, për nënën e saj që kishte vdekur 3 vjet më parë, për vëllecrit dhe për nderin që mbante mbi emri I saj. Nuk mund të bëj këtë, tha ajo duke tërhequr dorën. Nuk mund ta lë babain tim, ai është plakur, ka nevojë për mua. Besnik shikoi në dyshemen e tokës, në rraskat që shkëlqenin të njomura nga uji I burimit. Dhembja në fytyrën e tij ishte aq e dukshme, sa Luana ndjeu se po I shqyente zemrën. Atëherë çfarë do të bëjmë? Pyetja I me zë të përmbajtur. Do të vazhdojmë të takohemi fshetas, sikur të jemi kriminal? Sa kohë, Luana? Sa kohë mendon se mund të vazhdojmë kështu? Nuk e di, tha ajo ndërsa lotët filluan të mblidhen në sytë e saj. Por e di që nuk mund të jetoj pa ty. Ai e pa duke qarë dhe nuk mund të mbahet më. E tërhoqti afër dhe e përqafoi duke ndjer trupin e saj të dridhej kundër të tijit. Erëra që vinte nga mali mbante aromën e boronicave të egra dhe të blirit që po luante në luginj poshtë. Ishte një moment I pafund dhe I shkurtër në të njëjtën kohë. Një moment që do të mbetej I gdhendur në kujtesën e tyre për gjithë jetën. Premto, tha Besnik duke ia puthur ballin. Premto që do të gjesh një mënyrë, që nuk do të martohesh me askënd tjetër. Premtoj, përshpëriti ajo. Vetëm ty, Besnik, vetëm ty për gjithë jetën time. Por premtimet që bëhen në hijen e lajthtarëve janë si ujë që rrjedh në përgishta, të bukur,
por të pambajtshëm. Javët që pasuan ishin si një ëndër e çuditshme, ku lumturia dhe ankthi jetonin krah për krah. Luana dhe Besnik takonin kur të mundnin, gjithmonë fshetas, gjithmonë me zemër në gojë. Ndonjëherë ishte te burimi, ndonjëherë pranë mullirit, kur nuk kishte njerëj, ndonjëherë në majtë të kodrës së zogut nga ku shihej gjithë lugina dhe mund të shikonin nëse dikush po afrohej. Por fshati është si një organizëm i gjallë që ndjen gjithçka. Fshetësit janë si aromë që nuk mund të fshihet, dikush e kupton, dikush e sheh, dikush e dhërret. Dhe kështu pa e ditur ata, fjalët filluan të përhapeshin si zjarr në përkashta të thata. Një ditë shtatori, kur vera kishte filluar të zbehej dhe vera e parë e vjeshtës kishte filluar të pikojë mbi dyert e shtëpive, Haxhi Kola sirri vajzën e tij në dhomën e madhe të shtëpisë. Ishte një dhomë me tavan të lartë, me trar druri të zezë nga tymi i vjetra viteve. Në mur varej një fotografi e vjetër me të vjerrin e tij dhe në qosh qëndronte një dollap i madh i gëndendur me dorë. Luana, eja këtu, tha ai me zë të fortë, por jo të ashpër. Duhet të flasim. Luana hyri me zemër në gojë, e dinte. Shikimi i babait të saj nuk lejonte dyshime. Ai e dinte për Besnikun. Dëgjo, tha Haxhi Kola duke ndenjur në koltukun e tij pranë oxhakut që akoma nuk ishte ndezur. Kam dëgjuar gjëra që nuk më pëlqejnë. Gjëra për ty dhe për djalin e Nazif Krasniqit. Emri i Nazifut shkaktoi një dridhje në trupin e Luanës. Krasniqet ishin familja që kishte armiqësi me familjen e saj që nga koha e gjyshit të gjyshit. Kishte pasur vrasje, kishte pasur gjak, kishte pasur betejë për toka dhe ndere. Dhe tani, vajza e tij po dashurohej me djalin e armikut. Baba, mos dëgjo fjalë bosh, tha ajo duke përpjekur të mbajë zërin e qëndrueshëm. Njerëzit flasin gjithmonë, ti e di. Mos më gënje, Luana, tha babai duke e shikuar drejt në sy. Sytë e tu flasin më shumë se buzët. E njoha të shikimin. E pata edhe unë kur takova nënën tënde. Zoti ta shpërbleft shpirtin. Luana ndjeu një ny në fyt. Si mund të gënjente tani? Sytë e babait të saj ishin plot dhembje, jo zemërim. Ishte dhembja atij që e kupton se ka humbur diçka para se ta kishte. Baba, filloi ajo, por ai e ndali me një lëvizje të dorës. Jo, mos fol tani. Dëgjo. E di që je e re, që zemra jote nuk pyetet për histori të vjetra, por disa gjëra janë më të forta se dashuritë tona, Luana. Gjaku që është derdhur midis familjeve tona nuk mund të shlyhet thjesht sepse dy të rinj janë dashuruar. Nazifi kur nuk do të pranojë një bashkim të tillë, edhe as unë. Por, baba, jo Luana. Tani zëri i tij u ngrit, por jo me zemërim, me përdespërim. Nuk e kupton sa të rrezikshme është kjo? Nëse vazhdon të takohesh me atë djalë, do të ketë pasoja, për ty, për të, për të gjithë ne. Ka njerëz që mezi presin një shkak për të ndezur përsëri zjarrin në vjetër. Luana qëndroi në heshtje. Çfarë mund të thoshte? Çfarë argumenti mund të përdorte kundër një historie që ishte shkruar me gjak? Ke për të martuar, tha Haxhi Kola pas një heshtjeje të gjatë. Kam folur me Shabanaga nga Korça. Djali i tij Arbeni është djali i mirë, ka punë, ka shtëpi, do të kujdeset për ty, do të bëhet fejesa muajin e ardhshëm. Bota e Luanës u shemp në atë moment. Dhoma filloi të rrotullohej dhe ajo ndjeu se nuk mund të merrte frym. Jo baba, jo, tha ajo duke u ngritur në këmbë. Nuk mund të më bësh këtë, nuk e njoh atë djalë, nuk dua të martohem me të. Nuk është çështje dëshire, Luana, tha babai duke u ngritur edhe ai. Është çështje nderi, dhe nderi i kësaj familje është më i rëndësishëm se çdo ndjenjë mund të kesh ti apo ai djalë. Atëherë më mirë të vdes, bërtiti Luana me lot që i rrëshqyni në përfaqe. Më mirë të hedhem në vjosë se sa të martohem me dikë që nuk dua. Haxhi Kola e shikoi me sy që u lagën, por qëndrueshmëria e tij nuk u cen. Do të mësosh ta duash, tha ai me zë më të butë. Kështu ka qenë gjithmonë, kështu është jeta. Luana doli vrap nga dhoma duke kaluar nëpër korridorin e errët dhe duke dalë në obor. Era e vjeshtës ja përplaste flokët në fytyrë dhe qielli mbi kokë kishte filluar të mbulohej me re të zinj. Një stuhi po vinte, jo vetëm në qiell, por në jetën e saj. Atë natë, në një hënë të mbuluar me re, Luana iku nga shtëpia. E dinte që Besnik do të ishte te vendi i tyre, te gështenja e vjetër pranë burimit. Gjithmonë shkonte atje kur kishte diçka urgjente për të thënë, kur bota bëhej shumë e vogël për dashurinë e tyre.
Kur mbërriti, e gjeti duke pritur. Qëndronte mbështetur në trungun e pemës me sytë e ngulur drejt shtegut, nga ku dinte se ajo do të vinte. Kur e pa, fytyrën e kishte të shqetësuar. "Luana, çfarë ndodhi?" pyeti duke vrapuar drejt saj. "Të kam pritur gjithë ditën." "E di, babaj," tha ajo duke u vënë në gjunjë, e lodhur dhe mbytur nga dëshpërimi. "E di për ne, dhe tani do të më martoj me një djalë nga Korça. Fejesa do të bëhet muaj në ardhshëm." Besnik ndjeu sikur e goditen me çekiç në gjoks. Nuk mund të fliste për disa sekonda. "Çfarë?" pëshpëriti. Jo, nuk mund të lejojmë që kjo të ndodh." "Nuk ka asgjë që mund të bëjmë," tha ajo duke qarë. "E kupton? Nuk ka asgjë. Familja jote, familja ime, ata kur nuk do të lejojnë që ne të jemi bashk." Besnik e përqafoi, ndjen se edhe ai po thyej. Trupi i saj dridhej dhe lotet e saj i lagën këmishën. Për një moment qëndruan ashtu, të përqafuar në errësirën që mbyllte rreth tyre si një amfore. "Do t'ikim," tha Besnik. "Sonte, tani me njëherë. Do t'ikim në Tiranë apo në Durrës, do të martohemi festas. Nuk ka rëndësi çfarë do të thonë ata." Luana e shikoi në sy. Oh, sa shumë donte të thoshte po. Sa shumë donte të merrte dorën e tij dhe të ikte, të linte pas gjithçka. Fshatin, familjen, traditat. Por diçka e mbajti. Diçka e thellë dhe e vjetër, që kishte të bënte me nder, me detyrë, me frikë. "Nuk mund, Besnik," tha ajo duke shkëputur për qafimin. "Nëse ikim, do të mbullojmë me turp familjen time. Babai im do të mbetet i fyer përpara gjithë fshatit. Nuk mund ta bëj këtë." "Po unë?" pyeti Besnik me zë që dridhej. "Çfarë do të bëj unë? Si do të jetoj duke ditur që ti je ndonjë tjetri, duke ditur që ne mund të ishim bashkë, por nuk guxuam?" "Do të mësojmë," tha Luana, megjithse vetë nuk i besonte fjalëve të veta. "Do të vazhdojmë jetën tonë. Ndoshta një ditë, kur të kemi pleqëruar, kur gjithë kjo të jetë harruar, do të takohemi përsëri dhe do të kujtojmë këtë verë si diçka të bukur që patëm dikur." Por Besnik shkundi kokën. "Nuk mund ta harroj," tha ai. "Kurr." "Asun," tha Luana, "por duhet jetojmë, Besnik. Duhet." Ato ishin fjalët e fundit që shkëmbyen atë natë. Pas pak, Luana u kthye në shtëpi duke lënë pas Besnikun që qëndroi i vetëm pranë gështenjës së vjetër, duke shikuar hënën që po dilte përsëri midis rreve. Nuk e dinte atëherë, por ajo ishte hera e fundit që ata do të flinin fjalë për 4 dekada të plota. Viti 1979 erdhi me borë të shumtë. Dëbora mbuloi malet, fshatrat dhe gjithë luginën e Vjosës si një perde e bardhë që fshihte gjithçka. Në atë perde, jeta vazhdonte, por për Luanën dhe Besnikun, gjithçka kishte ndryshuar. Luana u martua me Arben Braho në mars të atij viti. Ceremonia u bë në shtëpinë e saj, me të gjithë fshatin të ftuar. Ajo veshi një fustan të bardhë që e bënte të dukej si një kukull porcelani. E bukur, por e ftohtë dhe pa jetë. Buzëqeshi për fotografit, buzëqeshi për mysafirët, por sytë e saj mbetën të zbrazët. Besniku nuk shkoi në dasëm. Atë ditë, ai ishte larg, në Gjirokastër, ku kishte shkuar për punë, por kur u kthye dhe dëgjoi se Luana kishte bërë martesën, diçka në të vdiq. Jo tërësisht, por mjaft sa të ndryshoj. Njerëzit e fshatit thanë se ai nuk qeshte më si më parë, se kishte humbur atë shkëlqimin e rinisë që e bënte të veçantë. Muaj më vonë, nëna e Besnikut e detyroi të martohej me një vajzë nga fshati fqinj, Rukie. Vajzë qetë dhe butë që nuk pyeste shumë dhe pranonte gjithçka. Martesa u bë pa dasëm të madhe, pa fest, si një detyrë që duhet kryer. Kështu, dy dashnorë që njëherë kishin premtuar se do të jetonin vetëm për njëri tjetrin, gjenden të martuar me njerëz që nuk donin, duke jetuar jetë që nuk i përkisnin. Vitet kaluan me një monotoni të trishtuar. Luana lindi 3 fëmijë me Arbenin, 2 djem dhe një vajzë. Arbeni ishte një burr i mirë, të punës dhe i të durueshëm, por nuk kishte kurrë atë shkëndijën që Luana kishte ndier me Besnikun. Martesa e tyre ishte si një arranshim biznesi. Ai punonte, ajo kujdesej për shtëpinë dhe fëmijët, dhe të dy jetonin në heshtje të sjellshme. Natën, kur fëmijët flinin dhe Arbeni gërkon, Luana shikonte në përdritare dhe shikonte hënën. Shpesh mendonte për Besnikun. Ku ishte tani?
A mendonte ndonjëherë për të? A kishte qenë i lumtur? Këto pyetje nuk kishin përgjigje, dhe me kalimin e viteve, ato u bën më pak të mprehta, si një dhembje e vjetër që mësohesh ta barosh, por nuk u shohën kurrë plotësisht. Besnik, nga ana tjetër, jetonte në Tiranë. Ishte shpërngulur atje në vitet 80, kur qeveria e kohës kishte filluar të ndërtonte fabrika dhe i kishte dhënë punë. Rukia, gruaja e tij, kishte lindur 2 djem. Besnik punonte në një uzinë metalurgjike dhe kthehej në shtëpi i lodhur, me duar të zeza nga vaji i makinave dhe me shpirtin e rënduar nga jeta. Ai kurrë nuk foli me Rukien për Luanën, as ajo nuk pyeti ndonjëherë. Kishte një heshtje të nënkuptuar midis tyre, një mur që asnjëri nuk e kalonte. Për natën, kur gjithçka ishte e qetë, Besnik shikonte në tavan dhe kujtonte verën e vitit 78, kujtonte aromën e boronicave, kujtonte zërin e saj, buzëqeshjen e saj, mënyrën si i dridhej zëri kur thoshte të dua. Dhe në ato momente, ndjeu se kishte jetuar një jetë që nuk kishte e tij. Vitet 90 sollën ndryshime të mëdha në Shqipëri. Regjimi u rrëzua, kufijtë u hapën dhe njerëzit filluan të lëviznin. Disa ikën, disa u kthyen, disa humbën gjurmët përgjithmonë. Luana humbi Arbenin në vitin 1994. Ai vdiq nga një sëmundje e papritur, duke e lënë atë me 3 fëmijë, që ishin tashmë të rritur. Vajza kishte emigruar në Greqi, djemt jetonin në Tiranë. Luana mbeti e vetme në shtëpinë e vjetër, duke u kujdesur për oborrin dhe kopshtin, që dikur kishin punuar bashkë me Arbenin. Besnik humbi Rukien në vitin 2001. Ajo vdiq në gjumë, pa dhimbje, si një fjalë që nuk mbaroi kurrë. Pas vdekjes së saj, Besnik u tërhoq në vetvete. Djemt e tij jetonin larg, njëri në Itali, tjetri në Gjermani, dhe ai mbeti vetëm në një apartament të vogël në Tiranë, duke pritur ditët të kalonin. Të dy, Luana dhe Besnik, plakën vetëm, dhe në atë vetmi, kujtimi i asaj vere filloi të rimerrte formë, më i qartë dhe më i fortë se kurrë më parë. Në vitin 2010, shëndeti i Luanës u përkeqësua. Ajo kishte filluar të harronte gjëra të vogla, ku kishte vënë çelësat, çfarë kishte ngrënë në mëngjes, emrat e fëmijëve. Vajza e saj, Arta, e dizitoi dhe pa se nëna nuk mund të jetonte më vetë. Nën, nuk mund të qëndrosh këtu e vetme, i tha Arta me butësi. Do të çojmë në një vend ku do të kujdesen. Ka njerëz aty, do të bësh shoqëri. Mos më çon në azil, tha Luana me zë të dobët. Aty shkojnë njerëzit që nuk i do askush. Na nuk është kështu, tha Arta duke e përqafuar. Është një vend i bukur pranë liçenit, do të pëlqejë. Luana nuk kishte energji për të luftuar. Pranoi, sepse ishte lodhur nga jeta, nga kujtimi, nga vetmia. Besnik, nga ana tjetër, u sëmur rënd në vitin 2015. Zemra e tij po dobësohej, dhe mjekët thanë se kishte nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Djemt e tij nuk mund të ktheheshin nga jashtë, dhe ai nuk donte të ishte barr për ta. Do të shkoj në një azil, u tha atyre në telefon. Mos u shketësoni për mua. Do t'jem mirë. Dhe kështu, në vitin 2016, Besnik u shpërngul në të njëjtin azil ku gjendej Luana. Shtëpia e dritës. Një ndërtesë e vjetër e rinovuar pranë liçenit të Elbasanit. Por asnjëri nuk e dinte se tjetri ishte atje. Shtëpia e dritës ishte një azil i mirë, sa kohë mund të ishin të mira azile. Ndërtesa kishte qenë dikur një vile madhe ndonjë funksionari të lartë komunist, por tani ishte shndërruar në një vend ku pleqt jetonin ditët e tyre të fundit. Kishte një obor të gjelbër me lule, një veranda të madhe me koltuk të molle dhe dritare që shikonin drejt liçenit.
Luana kishte qenë atje prej 4 vjetësh kur Besnik mbërriti. Ajo jetonte në një dhomë të vogël në katin e dytë, me një dritare që shikonte pemët e larsa që rrethonin ndërtesën. Ditët e saj kalonin në një rrjedh të ngadalt. Mëngjesi në dhomën e ngrënjes, një shëtitje e shkurtër në obor, drek, dremitje, dark dhe pastaj gjumi. Njerëzit në azil ishin të mirë. Kishte infermier të sjellshëm, kishte mjek që vinin 2 herë në javë, kishte madje një psikolog që fliste me rezidentët. Por Luana mjeu gjithmonë se ishte e huaj atje. E vetmja gjë që e mbante duke vazhduar ishte kujtimi i fëmijëve të saj, i jetës që kishte jetuar dhe, më shumë se gjithçka, kujtimi një vere të largët kur kishte qenë e re e dashuruar. Kur Besnik mbërriti, ishte një ditë e ftohtë shtatori. Pemët kishin filluar të humbisnin gjethet, dhe era që vinte nga liçeni kishte atë aromë të njomë të vjeshtës. Ai hyri në dhomën e tij, një dhomë e vogël me një krevat, një dollap dhe një dritare që shikonte nga lindja. Një infermiere e re, Donika, e ndihmofte ta sistemonte bagazhin e tij, një valixhe të vogël me rroba dhe disa fotografi. "Do ty të pëlqej këtu, zotëri Besnik," tha ajo me buzëqeshje. "Njerëzit janë të mirë dhe pamja e liçenit në mëngjes është e mrekullueshme." Besnik buzëqeshi dobët. "Faleminderit," tha. "Jam i sigurt." Por në brendësi ai nuk kishte shpresë për asgjë më. Kishte ardhur këtu për të vdekur në paqe, për të kaluar ditët që i kishin mbetur pa u ankuar, pa pritur asgjë. Javët e para kaluan ngadalë. Besnik mësoi rutinën e azilit, kur servishte mëngjesi, ku ishte dhoma e televizorit, kur ishin vizitat e mjekut. Takoi disa banor të tjerë, Zenel Agën, një ish mësues që fliste vazhdimisht për librat që kishte lexuar, Zoizën, një grua të vjetër që këndonte këngë të vjetra fetare, Petritin, një ish shofer që refente histori të pafund për rrugët që kishte përshkruar. Por ai nuk e pa Luanën. Ajo jetonte në katin e dytë dhe ai në të parin. Orët e tyre të ngrënjes nuk përputheshin gjithmonë. Dhe edhe kur ishin në të njëjtën dhomë, kishte aq shumë njerëz sa vështirë të shikoje gjithkënd. Ishte një mëngjes tetor, kur dielli po dilte mbi liçen dhe mjekulla e hershme po zhdukej si tym. Besnik kishte zbritur në obor për të marrë pak ajër. Këmbët e tij nuk ishin më ato që kishin qenë. Çdo hap ishte i ngadalt dhe i kujdesshëm, me bastun që mbante në dorën e djathtë. Ai ul në një stol të gjatë druri që ndodhej nën një moll. Pema kishte ende disa fruta që varen të kuqëremta dhe era e tyre ëmbël përzihej me aromën e tokës së njom. Besnik mbylli sytë dhe mori frym thellë, duke u përpjekur të gjente paqen në atë moment të thjeshtë. "A është i lirë vendi?" Zëri erdhi nga një grua e vjetër që qëndronte pranë stolit. Besniku hapi sytë dhe pa një figurë të dobët, me flokë të bardhë të lidhur prapa, me një kapot të ngrohtë blu mbi supet. Fytyra e saj ishte e rrudhur nga vitet, por kishte diçka në të, diçka që e bëri të ndalonte dhe ta shikonte më me kujdes. Po, është i lirë," tha ai duke u bërë pak mënjan. Gruaja ul ngadalë, duke mbështetur dorën në stol për të mbajtur ekuilibrin. Për një moment, të dy qëndruan në heshtje, duke shikuar liçenin që shkëlqente në dritën e mëngjesit. "Është e bukur," tha gruaja me zë të butë. "Ndonjëherë harroj se sa e bukur është kjo botë." Besniku u kthye për ta shikuar përsëri, dhe diçka në zërin e saj e goditi si një rrufë. E njihte atë zë, e njihte atë tonin e butë, atë mënyrë fjalimi që kishte diçka nostalgjike dhe të trishtuar në të njëjtën kohë. "Ju jeni nga tu?" pyeti ai duke u përpjekur të mbante qetësinë. "Jo," tha gruaja duke shkundur kokën. "Jam nga jugu, nga Përmeti, po ju?" Zemra e Besnikut filloi të rrahë më shpejt. Përmet. Ajo kishte thënë Përmet. "Edhe unë jam nga aty," tha ai me zë që po i dridhej. "Nga një fshat i vogël pranë Përmetit." Gruaja u kthye dhe e shikoi për herë të parë me vëmendje. Sytë e saj, megjithse të veshur nga mosha, kishin ende atë ngjyrë kafe të thellë që Besnik nuk kishte harruar kurrë.
Luana? Përshpëritja i pothuajse duke mos i besuar fjalëve të veta. Gruaja ngriu. Goja u hap, por nuk doli asnjë tingull. E shikoi atë me sy që po mbushejnë me lot, duke kërkuar në fytyrën e saj të rrudhur atë djalë të ri që kishte njohur para 4 dekadash. Besnik, tha ajo me një zë aq të dobët sa mexi dëgjohej. Po, tha ai, dhe tani lotët po fillonin të rrjedhin edhe në fytyrën e tij. Jam unë. Për një moment, bota u ndal. Liçeni, pemët, zogjtë, gjithçka u zhduk dhe mbeti vetëm ajo. Gruaja që ai kishte dashuruar gjithë jetën e tij. Gruaja që kishte menduar se nuk do ta shihte më kurrë. Oh, Zot! Pushpriti Luana duke i zënë duart e saj në sy. Nuk mund të besoj që je ti. Besniku ju afrua dhe me kujdes, sikur po preki diçka të thyeshme, i zuri dorën. Dora e saj ishte ftohtë dhe e rrudhur, por e njohur, aq e njohur. Jam këtu, Luana. Ajo e shikoi dhe për herë të parë pas aq shumë vitesh, buzëqeshi. Një buzëqeshi e vërtet, e plot, që ja ndriçoi fytyrën pavarësisht rrudhave dhe viteve. E dija, tha ajo me zë që dridhej. E dija që një ditë do të takohemi përsëri. Nuk e dija kur, nuk e dija ku, por e dija. Ata qëndruan atë stol të gjatë për orë të tëra. Njerëzit kalonin, infermierët bënin punën e tyre, jeta e azilit vazhdonte, por Luana dhe Besnik ishin në botën e tyre, një botë ku koha kishte ndaluar dhe gjithçka ishte reduktuar në ato dy zemra që rrahnin në unison. Ku ke qenë? Pyeti Luana duke mbajtur ende dorën e tij. Ku ke jetuar gjithë këto vite? Në Tiranë. Kam punuar atje, kam jetuar atje, kam pasur një jetë, por jo atë jetë që doja. Luana e shikoi me sy që kuptuan gjithçka pa u shpjeguar. E di, tha ajo, edhe unë. Kam pasur fëmijë, kam pasur një burr të mirë, por gjithmonë ka pasur diçka që mungonte. Gjithmonë. A ke qenë e lumtur? Pyeti Besnik megjithse e dinte tashmë përgjigjen. Luana mendoi për një moment. Kam qenë e kënaqur, tha ajo. Kam pasur momente të mira, por e lumtur? Jo, Besnik. Nuk kam qenë kurrë e lumtur, sepse ti nuk isha atje. Fjalët ishin të thjeshta, por pesha e tyre ishte e pafundme. Besnik ndjeu se diçka brenda tij po thyhej dhe po shërohej në të njëjtën kohë. As unë, tha ai. As një ditë nuk ka kaluar pa menduar për ty, asnjë. Ata qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë. Njerëzit kalonin, infermierët bënin punën e tyre. Jeta e azilit vazhdonte, por Luana dhe Besnik ishin në botën e tyre. Një botë ku koha kishte ndaluar dhe gjithçka ishte reduktuar në ato dy zemra që rrahnin në unison. Ku ke qenë? Pyeti Luana duke mbajtur ende dorën e tij. Ku ke jetuar gjithë këto vite? Në Tiranë. Kam punuar atje, kam jetuar atje. Kam pasur një jetë, por jo atë jetë që doja. Besnik uli kokën. Kisha frikë, pranoi ai. Kisha frikë se do të dëmtoja. Familja jote, familja ime, gjithçka ishte kundër nesh. Mendova se nëse qëndroja larg, të paktën ti do të kishe një jetë normale. Të paktën do të ishe e sigurt. Por nuk kam qenë e sigurt, tha Luana me zë të mprehët. Kam qenë e martuar, kam pasur fëmijë, por nuk kam qenë kurrë e plot. Gjithmonë ka pasur një pjesë të meje që mungonte, dhe ajo pjesë ishe ti. Besniki e shikoi me dhembje. Më fal, tha ai. Më fal që nuk pata guximin të luftoja për ne. Luana shëndonti kokën. Jo, tha ajo. Nuk ka asgjë për të falur. Të dy nuk patëm guximin. Të dy lejuat që bota të na ndar, por tani jemi këtu. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Nga ajo ditë, Luana dhe Besnik bën të pamundurën për të qenë pranë njëri tjetrit. Çdo mëngjes ulashin së bashku për mëngjes. Çdo pasdite shëtitnin së bashku në oborr, duke ecur ngadalë me bastunët e tyre, duke ndaluar shpesh për të pushuar. Çdo mbrëmje uleshin në veranda dhe shikonin perandimin e diellit mbi liçen. Njerëzit e tjerë në azil filluan ta vërenin. Disa buzëqeshtin, duke i komentuar mes tyre.
Shihni ata të dy, thoshte Zoiza. Dashuria nuk ka mosh vallë. Janë si dy shpirtra që u ndanë dhe tani u gjetën përsëri. Shtonte Zenelaga duke shkundur kokën me admirim. Infermierët ishin të lumtur për ta. Donika, infermierja e re që kishte pritur Besnikun kur mbërriti, shpesh i shihte duke qëndruar dorë për dore dhe ndjeu se po shihte diçka të rrallë dhe të bukur. Sa kohë njihni njëri tjetrin? I pyeti ajo një ditë, ndërsa po ju jepte ilaçet. Luana dhe Besnik shkëmbyen një shikim. Që nga rinia, tha Luana me një buzëqeshje të trishtuar, por u ndam, jeta na nda. Dhe tani jemi bashkë përsëri. Pas 40 vitesh, Donika ndjeu lotët që i erdhën në sy. Kjo është historia më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë, tha ajo. Ditët që kalonin ishin të mbushura me biseda. Ata flisnin për gjithçka, për fëmijët e tyre, për jetët që kishin jetuar, për njerëzit që kishin njohur, për vendet që kishin parë. Por më shumë se çdo gjë, flisnin për atë verë të vitit 1978, për ato momente të vjedhura pranë burimit, për premtimet që kishin bërë dhe nuk kishin mundur t'i marrnin. A kujtohesh kur më the se do të më merrje larg? Pyeti Luana një ditë, ndërsa ishin ulur në moll. Si mund ta harroj? Tha Besnik duke buzëqeshur. Kam undëruar atë moment mira herë. Çdo herë mendoja, sikur ta kisha bërë, sikur ta kisha marrë dorën dhe të kishim ikur. Do të kishim qenë të lumtur, tha Luana me bindshëri. Edhe sikur të ishim të varfër, edhe sikur të mos kishim asgjë, do të kishim qenë të lumtur. Besnik i zuri dorën, por tani jemi këtu dhe nuk kam për të humbur asnjë moment tjetër. Kur fëmijët e Luanës mësuan për Besnikun, reagimet ishin të përziera. Arta, vajza e saj, erdhi për vizitë një ditë shtatori. Ajo i gjeti nënën e saj ulur në veranda me një burr të vjetër që nuk e njihte. "Nën, kush është ky?" pyeti ajo me kurreshtje. Luana buzëqeshi, një buzëqeshi që Arta nuk e kishte parë prej vitësh. "Ky është Besnik," tha ajo, "një mik i vjetër, nga fshati." Besniku u ngrit dhe u përshëndet me respekt. "Gëzohem që u takova," tha ai. Arta e shikoi me dyshim, por ishte e sjellshme. Pas pak, kur Besniku largua për të marrë ujë, ajo pyeti: "Kush është ai vërtet, nën?" Luana mori frymthell. "Është burri që kam dashuruar," tha ajo me sinqeritet. "Para se të martohesh me baban tënd, ishin gjëra që ndodhen, gjëra që nuk mund t'i kontrolloja. Por tani jemi këtu dhe jam e lumtur." Arta nuk e dinte çfarë të thoshte. Ishte e habitur, madje pak e irrituar. Si mund të fliste nëna e saj për dashuri në këtë moshë? Si mund të kishte pasur një tjetër para se të ishte nëna që ajo e njihte? "Nën, ti je shumë e vjetër për këto gjëra," tha ajo me një ton që ishte më shumë mbrojtës se sa gjokues. Luana e shikoi me butësi. "Arta, dashuria nuk ka moshë, dhe unë kam humbur 4 vjet. Nuk do të humb asnjë moment tjetër." Arta nuk argumentoi më. Ajo e pa se nëna e saj ishte e lumtur, më e lumtur se sa e kishte parë ndonjëherë, dhe kjo ishte e mjaftueshme. Djemtë e Besnikut reaguan në mënyrë të ngjashme. Kur dëgjuan se babai i tyre kishte gjetur një shoqe në azil, filluan të shqetësoheshin. "Baba, a je i sigurt për këto?" pyeti Erioni, djali më i madh në telefon. "Nuk e njeh atë grua. Mund të shfrytëzoj." Besniku qeshi, një të qeshur të vërtet, të plot, që nuk e kishte bërë prej vitesh. "Erio, e njoh këtë grua më mirë se çdo njeri tjetër në këtë botë," tha ai. "Ajo është arsyeja pse kam jetuar, dhe tani që e kam gjetur përsëri, nuk kam për ta lënë." Erioni nuk e kuptoi, por pranoi, sepse kishte vite që nuk e kishte dëgjuar baban e tij të fliste me aq shumë pasion, me aq shumë jetë. Muajt që pasuan ishin të mbushur me momente që dukeshin të vogla, por që për Luanën dhe Besnikun kishin kuptim të pafund. Ishte mëngjesi kur Besniku i priste bukën Luanës, sepse duart e saj nuk ishin më aq të forta. Ishte pasdite kur Luana i lexonte Besnikut gazeta, sepse sytë e tij nuk shikonin më mirë. Ishte mbrëmja kur ata ulnin pra njëri tjetrit dhe thjesht mbaheshin për dore, pa folur, duke dëgjuar zërat e natës, grillat, zogjt, zërin e largët të makinave në rrugë. Një ditë dhjetori,
Kur Bora kishte filluar të binte për herë të parë të dimër, Besnik i propozoi Luanës diçka. "Dua të martohem me ty", tha ai pa pritur, ndërsa ishin ulur në dhomën e përbashkët të azilit. Luana e shikoi me sy të gjerë. "Çfarë the?" "Dua të martohem me ty", përsëriti Besniku. "E di që tingëllon çmenduri, e di që jemi të vjetër, që kohë është pak, por dua që të paktën për një moment në jetën time të jem burri yt ligjërisht. Dua që emri yt të jetë pranë emrit tim, në një letër, në një regjistër, diku ku bota mund ta shohë se ne ishim bashk." Luana ndjeu lotët që filluan të rrjedhin. "Besnik, nuk duhet të më përgjigjesh tani", tha ai duke buzë qeshur. "Mendoja, por e di që kjo është ajo që dua, më shumë se çdo gjë tjetër." Luana nuk pati nevojë të mendonte. Po, dua të martohem me ty." Martesa u organizua nga vetë azili. Kur Donika dëgjoi për vendimin e Luanës dhe Besnikut, ajo mori përsipër të organizonte gjithçka. Foli me drejtoren e azilit, me një noter lokal, dhe madje organizoi një ceremoni të vogël në dhomën e madhe të azilit. Dita e martesës ishte 10 dhjetor 2018. Jashtë binte bore butë, dhe bota duke e mbuluar me një qilim të bardhë. Brenda azilit, dhoma e madhe ishte dekoruar me lule të bardha dhe me qirinj që ndizeshin në tryeza. Luana vishte një fustan të thjeshtë blu dhe Besnik kishte veshur kostumin e tij më të mirë, një kostum të vjetër, por të pastër dhe të hekurosur me kujdes. Të dy dukeshin të brisht, të rrudhur nga koha, por sytë e tyre shkëlqenin me një dritë që s'kishte mosh. Banorët e tjerë të azilit ishin të gjithë të pranishëm. Zenelaga qëndronte në rresht të parë, duke fshirë lotët me një shami të bardhë. Zojza këndonte një him të lehtë fetar. Petriti kishte sjell një harmonik dhe po luante një melodi të vjetër të dasmave. Noteri, një burr i mesëm me sy të mirë, lexoi formulën e martesës me një zë solemt. "Besnik Krasniqi, a e merr Luana Kola si grua të ligjshme në sëmundje dhe në shëndet, derisa vdekja t'ju ndaj?" "Po", tha Besnik me zë të fortë dhe të qartë. "Luana Kola, a e merr Besnik Krasniqi si burr të ligjshëm në sëmundje dhe në shëndet, derisa vdekja t'ju ndaj?" "Po", tha Luana, dhe zëri i saj nuk dridhej. Ishte i fortë, i sigurt, sikur po bënte atë që duhet të kishte bërë 40 vjet më parë. Kur ceremonia mbaroi, Besnik dhe Luana u puthën. Një puthje e butë, e ngadalt, plot respekt dhe dashuri. Dhoma shpërtheu në duartrokitje dhe Zenelaga bërtiti. "Të lumt, të lumt." Ishte një nga momentet më të bukura që kishte parë azili ndonjëherë. Pranvera e vitit 2019 erdhi me lule dhe me shpresë. Pemët në oborin e azilit lulëzuan. Zojtë e filluan të këndojnë përsëri. Dhe dielli po ngrovte botën pas një dimri të gjatë. Por Besnik po dobësohej. Zemra e tij që kishte qenë gjithmonë e dobët, tani po lodhej më shumë. Mjekët thanë se nuk kishte shumë kohë të mbetur. Javë, ndoshta muaj. Luana e dinte. E shihte në mënyrën si ai merrte frym, në mënyrën si lëviste, në mënyrën si shikonte botën sikur po thoshte lamtu mirë. "Nuk kam frikë", i tha Besnik një ditë ndërsa ishin ulur në veranda. "Kam jetuar më shumë në këto muajt e fundit se sa kam jetuar në gjithë jetën time." Luana i zuri dorën dhe nuk tha asgjë. Ndonjëherë, heshtja është përgjigja më e mirë. Një mëngjes maj, ndërsa dielli po dilte dhe zojshte po këndojnë me zë të plot, Besnik nuk u zgjua. Zemra e tij kishte ndaluar gjatë natës, në qetësi, pa dhimbje. Luana e gjeti kur hyri në dhomën e tij për ta zgjuar për mëngjes. Ai dukej se po flinte. Fytyrën e kishte të qetë. Buzët e tij kishin një buzeqeshje të lehtë. Ajo u ul pranë krevatit dhe i zuri dorën. Ishte e ftohtë, por ende e njom. "Mos u qetëso", pëshpëriti ajo duke ja u puthur dorën. "Do të vi së shpejti", premtoi.
Luana jetoi ende 2 vjet pas vdekjes së besnikut. Ishin 2 vjet të qetë, plot me kujtim dhe me paqe. Ajo nuk qau shumë, kishte qarë mjaftueshëm në jetën e saj. Në vend të kësaj, ajo fliste për besnikun, me çdo njeri që donte ta dëgjonte. Ishte burri im, thoshte ajo me krenari. Për 40 vjet nuk ishim bashk, por kur u ribashkuam, çdo moment ishte i përjetshëm. Arta, vajza e saj, vinte ta vizitonte shpesh. Me kalimin e kohës, ajo filloi të kuptonte më mirë historinë e nënës së saj. Filloi të shihte se dashuria nuk është diçka që vjen dhe shkon, lehtë, por diçka që mbetet, edhe kur bota bën gjithçka për ta shuar. Në pranverën e vitit 2021, Luana vdiq në gjumë, sikurse kishte vdekur edhe besniku. Ishte një mëngjes i qetë prilli, me erë që mbante aromën e luleve të mollës dhe të tokës së freskët. Kur Arta shkoi të organizonte varrimin, ajo gjeti një letër që nëna e saj kishte lënë në stirtarin e vogël pranë krevatit. Ishte shkruar me dorë të dridhur, por me fjalë të qarta. Vajza ime e dashur, nëse po lexon këtë, do të thotë se tashmë nuk jam më këtu. Mos qaj për mua. Kam jetuar një jetë të gjatë dhe megjithse ka pasur dhimbje, ka pasur edhe lumturi. Dua që të di një gjë. Dashuria është ajo që na bën njerëz, jo pasuria, jo fama, jo traditat, por dashuria. Ajo dashuri e vërtet që vjen nga zemra dhe që nuk mund të shkatërohet nga asgjë, as nga koha, as nga distanca, as nga vdekja. Unë e gjeta atë dashuri, e humbura për 40 vjet, por në fund e gjeta përsëri, dhe ato muaj e fundit me besnikun ishin më të bukurit e jetës ime. Mos lejo që bota të thotë se çfarë duhet të ndjesh, çfarë duhet të bësh, kë duhet të duash. Dëgjo zemrën tënde. Gjithmonë dëgjoje zemrën. Të dua për gjithmonë, nëna jote. Arta qau kur e lexoi letrën. Qau për humbjen e nënës, por qau edhe për bukurinë e historisë së saj. Qau sepse kuptoi se nëna e saj kishte jetuar me një dhimbje që ajo nuk e kishte kuptuar kurrë plotësisht, por edhe me një dashuri që kishte mposhtur gjithçka. Sot, në varrezat e qeta pranë Elbasanit, ka 2 varre, një pranë tjetrit. Në njërën shkruam: Besnik Krasniqi, 1956-2019, u ribashkua me dashurinë e tij. Në tjetrën shkruan: Luana Kola Krasniqi, 1958-2021. Gjeti paqen me dashurinë e saj. Çdo pranverë, Arta shkon të vendos lule në të 2 varret. Ndonjëherë çon edhe fëmijët e saj dhe u tregon historinë e gjyshes dhe të besnikut. U tregon për atë verë të vitit 1978, për promiset që u tha në hijen e lajtharëve, për 40 vjet ndarje dhe për ribashkimin e mrekullueshëm në azil. Fëmijët dëgjojnë me sy të gjerë, me gjipsur nga një histori që duket si përrall, por që ishte e vërtet. A ishin të lumtur? Pyet njëra prej tyre. Në fund po, thot Arta duke buzëqeshur. Pas shumë vitesh dhembje, gjeten lumturin. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Në azil, historia e Luanës dhe besnikut është bërë legjend. Banorët e rinj që vinë dëgjojnë për çiftin që u ribashkua pas 40 vitesh dhe që u martua në moshën 80 vjeç. Dëgjojnë për mënyrën si ata ulnin dorë për dore, si flisnin pa u lodhur, si buzëqeshnin edhe në momentet më të vështira. Donika, infermierja që tani është bërë mbikëqyrëse e azilit, shpesh u tregon historinë e tyre stafit të ri. Kjo është arsye pse bëjmë këtë punë, thot ajo. Jo vetëm për të kujdesur për trupat e tyre, por për të respektuar shpirtrat e tyre. Sepse çdo njeri këtu ka një histori, ka një dashuri, ka një ëndër që mund të mos jetë përmbushur kurrë. Dhe ndonjëherë,
Nëse jemi me fat, mund të jemi dëshmitar të një mrekullie. Kjo është historia e Luanës dhe besnikut, një histori e trishtuar, por edhe e bukur. Një histori për dashurinë që nuk vdes, edhe kur bota bën gjithçka për ta vrarë. Një histori që na kujton se nuk është kurrë vonë, as për të dashur, as për të falur, as për të gjetur paqen. Sepse në fund dashuria është ajo që mbetet. Kur gjithçka tjetër zhduket, kur trupat plaken, kur kujtesa dobësohet, kur bota ndryshon, dashuria mbetet dhe ajo është mjaftueshëm. Nëse kjo histori na mëson diçka, është kjo. Dashuria e vërtet nuk njeh kohë. Ajo mund të presë 40 vjet, mund të mbijetojë në heshtje, mund të shihet nën petkun e detyrës dhe të traditës, por nuk vdes kurrë. Luana dhe besniku humbën gjysmën e jetëve të tyre duke jetuar me njerëz që nuk donin, duke ecur në rrugë që nuk i zgjodhen, duke përmbajtur në krahërot e tyre peshën e pritshmërive të tjerëve. Por edhe në atë errësirë, flaka e dashurisë së tyre mbeti e ndezur, e vogël, por e pafikur, duke pritur momentin për të shpërthyer përsëri në dritë. Kur më në fund u ribashkuan, nuk ishin më të rinj. Trupat e tyre ishin të rrudhur nga vitet. Këmbët e tyre nuk ecnin më shpejt. Duart e tyre dridheshin kur përpiqeshin të mbaheshin, por shpirtrat e tyre, ata ishin po aq të rinj sa në verën e vitit 1978, kur qëndronin në hijen e lajtharëve dhe premtonin dashuri të përjetshme. Dhe ajo është bukuria e vërtet e kësaj historie, se dashuria nuk është për trupin, por për shpirtin. Se dy shpirtra që janë bashkuar një herë, do të gjejnë mënyrën për të bashkuar përsëri, pavarësisht sa vite kalojnë, pavarësisht sa pengesa ngrihen, pavarësisht sa larg shkon jeta nga ëndrat tona. Pas vdekjes së Luanës, kur Arta po pastronte sendet e nënës saj, ajo gjeti diçka tjetër në sirtarin e vogël të krevatit. Ishte një zarf i verdhur nga koha, i vulosur, me një shkrim të vjetër në sipërfaqe që thoshte: "Për besnikun, nëse ndonjëherë ta lexon." Arta e hapi me kujdes. Brenda ishte një letër e shkruar me dorën e nënës saj, por shumë vite më parë. Ngjyra e shkrimit ishte më e errët, dorëshkrimi më i sigurt. Dukej se ishte shkruar në vitet 80, ndoshta jo shumë kohë pas martesës me Arbenin. Letra thoshte: "Besniki im i dashur, ndoshta nuk do ta lexosh kurrë këtë letër. Ndoshta do të mbetet fshehur në një sirtar derisa të plakem dhe të vdes, dhe askush nuk do ta gjej. Por duhet ta shkruaj, sepse nëse nuk e bëj, ndjej se do të shpërthej nga dhembja që mbaj brenda. Jam martuar tani. Emri i tij është Arben. Është një burr i mirë, i durueshëm, kujdeset për mua, punon shumë dhe familja e tij më respekton. Të gjithë thonë se jam e lumtur, se kam bërë një martesë të mirë, por ti e di për vërtetën besnip. Ti e di se çdo natë kur mbyll syt, nuk është Arbeni që shoh, je ti. Kujtoj çdo moment që kaluam bashk, kujtoj aromën e boronicave kur na kapte era nga mali, kujtoj zërin tënd kur më thoi se do të më merrje larg, kujtoj ngrohtësinë e dorës sate kur më mbane. Dhe më shumë se çdo gjë, kujtoj shikimin në sytë e tu kur më thoje se më doje. A më do ende besnik? A mendon për mua ndonjëherë? Apo ke gjetur dikë tjetër, dikë që të bën të harrosh atë verë kur ishim të rinj dhe të pamend? Unë nuk mund të harroj. Kam mundur të martohem, kam mundur të bëhem grua një burri tjetër, por zemra ime nuk i përket Arbenit. Ajo të përket ty dhe gjithmonë do të përket. Ndonjëherë ndëroj se një ditë do të takohemi përsëri. Ndoshta kur t'jemi plakur, kur fëmijët tanë t'jenë rritur dhe të mos kemi më asgjë për të humbur. Ndoshta atëherë do të mund të jemi bashk, edhe nëse është vetëm për pak kohë. Por deri atëherë do të vazhdoj të jetoj. Do të bëj ato që pritet nga unë. Do të jem nënë e mirë, grua e mirë, vajzë e mirë. Por asnjëherë nuk do të jem e lumtur, sepse lumturia ime qëndroi në verën e vitit 1978. Në hijen e atyre lajstarëve, në krahët e tu. Të dua besnik, do të dua gjithmonë. Luana jote.
Arta qau ndërsa e lexoi letrën. Qau për dhembjen që nëna e saj kishte mbajtur fshehtas për aq vite. Qau për dashurinë që kishte jetuar në heshtje, pa u shprehur kur plotësisht. Qau për gjithë ato net, kur nëna e saj kishte shikuar hënën dhe kishte menduar për një njeri që nuk mund ta kishte. Por pastaj ajo buzëqeshi, sepse e dinte se në fund nëna e saj e kishte gjetur atë lumturi, e kishte gjetur besnikun, dhe edhe nëse ishte vetëm për disa muaj, ata kishin pasur atë që shumica e njerëzve nuk e kanë kurrë, një dashuri të vërtet, të plot, të pa kompromis. Arta vendosi ta varriste letrën me nënën e saj. E vuri në arkivol, të shtrënguar në duar si një testament i fundit i dashurisë që kishte përballuar gjithçka. Vite më vonë, kur Arta u bë gjyshe vet, ajo do t'i tregonte nipërve të saj historinë e Luanës dhe besnikut. Do të ulej me ta në verandën e shtëpisë së saj dhe do të fillonte kështu. Kishte një herë dy të rinj që u dashuruan në një ver të largët, dhe fëmijët do t'i gjonin me frymë të ndaluar, duke u magjefsur nga kjo histori e dashurisë që mposhti kohën. Disa prej tyre do të pyesnin: "Gjyshe, pse nuk ikën bashkë nga fillimi? Pse nuk luftuan për dashurinë e tyre?" Dhe Arta do të përgjigjej me urtësinë që kishte mësuar nga vetë jeta: "Sepse ndonjëherë, fëmijët e mi, jeta nuk na jep atë që duam kur e duam. Ndonjëherë duhet të presim, ndonjëherë duhet të vuajmë, por nëse dashuria është e vërtet, ajo do të gjejë mënyrën të kthehet. Edhe nëse merr 40 vjet, edhe nëse duhet të presësh deri në fund të jetës." "Por a ja vlen?" do të pyesnin fëmijët. "Po", do të thoshte Arta me bindje. "Gjithmonë ja vlen, sepse një moment i vërtet dashurie është më i vlefshëm se një jetë e plot pa të." Dhe kështu historia e Luanës dhe besniku do të vazhdonte të jetonte, jo vetëm në varezat e tyre, jo vetëm në kujtimet atyre që i njihnin, por në zemrat e gjithë atyre që dëgjuan historinë e tyre dhe vendosën të besojnë në dashuri, sepse kjo është fuqia e historive të mira. Ato nuk vdesin, ato kalojnë nga brezi në brez, duke frymëzuar, duke ngushëlluar, duke na kujtuar se pavarësisht sa e vështirë është jeta, dashuria gjithmonë ja vlen. Luana dhe besnik nuk jetuan jetën që ëndronin, por në fund gjetën atë që kërkuan, njëri tjetrin. Dhe në ato muaj të fundit, ata ishin më të plotë se sa kishin qenë ndonjëherë. Kjo është e vërteta e fundit e historisë së tyre, se dashuria nuk matet në vite, por në momente. Dhe një moment i vërtet dashurie mund të jetë më i vlefshëm se një jetë e tërë. Kjo histori është për të gjithë ata që kanë dashuruar dhe humbur, për të gjithë ata që kanë jetuar me një pjesë të zemrës së tyre në një vend tjetër, me një person tjetër, në një kohë tjetër. Për të gjithë ata që kanë zgjedhur detyrën mbi dashurinë, respektin mbi lumturinë, traditën mbi zemrën. Dhe për të gjithë ata që ende besojnë se dashuria e vërtet ekziston, edhe nëse duhet të presësh një jetë të tërë për ta gjetur. Luana dhe besnik nuk ishin heronj, ishin njerëz të thjeshtë, me frikë dhe dobësi. Por dashuria e tyre ishte heroike, sepse ajo mbijetoi gjithçka: kohën, distancën, martesën, vdekjen, dhe në fund fitoi. Le të na kujtojë kjo histori se dashuria nuk është vetëm për të rinjt, se nuk është kurrë vonë për të dashur, për të falur, për të gjetur paqen, se edhe kur bota na ndan, shpirtrat tan mund të gjejnë rrogën për t'u bashkuar përsëri. Dhe se ndonjëherë fundi më i bukur është ai që vjen pas një pritje të gjatë.